Si lindi gjithë kjo ide për të nisur me atë që ne sot e quajmë Sunday League? Atëherë, kjo u pa në atë periudhë u pasi një mungesë. Domethënë, unë sa herë që diskutojmë me miq, me shok ose me njerëz që bjen ky mohabet, i them gjithmonë që unë qëllova aty në momentin e dur. Domethënë, qëllova në një moment që kjo ishte një mungesë për momentin Tiranë. Nisi si shaka, unë kam pas një lokal në atë kohë që rrishim, kishim si më shumë dhe për vete, masi kishim to kalqetet që lyshim vetë, unë mblisëm ke lokale, diskutojshim në atë kohë. Ke Coffee and Coffee. Ke Coffee and Coffee, asaj kohë, dhe diskutojmë gjithë shurë, themi, hajde, vendosim në stimul dhe të lujmë njëri tjetrin. Ti një ekip, unë një ekip, gjithë cili nga do gjim tavolinë, diku nga mrapa, gërthit i njëri, thë du dhe unë, thë të bëj ekip, ki tjetër du dhe unë, okej, hajde më rregull, bashkum në amblodhja e tavolina. Kapi sedra. Gjithmonë e marrë veten, e marrë të person me fat ke kjo pjesë, sepse qëllova në momentin e dur, kur kjo mori atë nismën e vetë. Për me që dhe i